Nëse e shohim nga perspektiva, si që përmendi avokati, ajo formale kushtetuese, ne jemi në brenda afatit kohort duhur. Do në deri me 5 mars duhet ta zgjedhim, por nëse e shohim nga një perspektivë tjetër që është institucionale, procesi nuk ka shkuar në kohën e duhur. Vetëm ditët e fundit ka nisur kryeministri Kurti që e bartë përgjegjësinë kryesore për këtë proces, sepse ka shumicën parlamentare, ka numrat më të mëdhenj që në kuvendin e Kosovës, dhe nëse e shohim në këtë aspekt ka mungu transparenca, ka mungu qartësia dhe mbi të gjitha një debat përmbajtësor mbi atë se cili duhet të ishte presidenti i Kosovës. Ta zëm, zoti Murat Jashari është përmendur nga kryeministri Kurti, fillimisht nga zëvendës kryeministri Konjusa, por pa pasur dakordim me zotin Murat Jashari, pa pasur dakordim me familjen Jashari. Dohon është pasaj kjo lën për me interpretu, për me u keq interpretu në publik, që një familje tillë, një person i tillë, vazhdon të përmendet në situata kur as nuk është bërë muhabet me të në mënyrë që ai të jetë një president konsensual. Në anën tjetër, është fol edhe për konsenzus nga radhët e partive politike opozitare, po si që përmendi zoti Kuci, cili është konsenzusi, ose cila është marrëveshja politike për të cilën PDK dhe LDK kërkojnë në raport me kryeministrin Kurti. A është marrëveshja politike që nuk kupton hise në qeverinë, a është marrëveshja politike për kandidat që i plotson disa kritere të caktuara, ta zëm njëri ndër kriteret që është lypur nga PDK dhe LDK, ka qenë distancimi nga aferat korruptive, që presidenti i caktuar ose presidenti aktuale do duhet me intervenu tek rasti Martin Berishaj, tek shkarkimi i ambasadorit. Nuk ka vepruar, ta zëm, në rastin aktual, edhe pse dihet që ligjërisht do duhet që ministria të propozonte shkarkimin e tij, por së paku ajo nuk ka qenë aktive në rastin aktual, ose tek çështjet në raport me marrëdhëniet me jashtë, tek diplomacia e jashtme e Kosovës. Nëse e shohim nga ky aspekt, ne nuk kemi gjetë diçka në publik që është konkrete, veçanërisht nga shumica parlamentare, nga kryeministri Kurti, dhe në anën tjetër edhe nga partitë politike opozitare që me thënë, hajde po bëhemi bashkë si parti, sepse PDK nuk i ka 30 vota. Zoti Hamza përmendi që PDK kërkon që ta propozoj emrin, por emrin kur propozohet duhet të jenë edhe në nënshkrimet, nuk tregoj nëse i kanë në nënshkrimet, dhe nëse i kanë në nënshkrimet, nga kush i kanë në nënshkrimet, ato t'i marrin nga AK, ato t'i marrin nga LDK, apo nga vetëvendosja në mënyrë që të plotësohet kushti formal që ai kandidat të del në seancë plenare. Në rastin tonë, do të vërehet që logjika e transparencës, e qartësisë, e bashkëpunimit, e sinqeritetit, edhe e tipareve kryesore demokratike që një president, ashtu siç kërkohet me kushtetutë që të jetë unifikues, nuk është bërë. Domthonë procesi nuk është bërë në mënyrë të duhur, dhe kur po bëhet tani, po bëhet edhe vonë, edhe në mënyrë të dëmshme. Aja si shoqëri civile që kemi kërku përmes letrës të dërguar partive politike, kemi kërku që të ketë dialog të mirëfillt. Kjo gjë nuk është respektu, ashtu siç është nuk kanë respektu kërkesat edhe protestat përmes së cilave ne kemi kërku që në vitin 2025 në bazë të një marrëveshje politike të formohet kuvendi, të konstituohet kuvendi, të formohet qeveria, të votohen ato marrëveshje ndërkombëtare. Në rastin aktual ne po hyjmë në 2-3 ditët e fundit kur do duhet me zgjedh presidentin, fatmirësisht që ka ligj përndarje buxhetore të miratuar, fatmirësisht që janë marrëveshje ndërkombëtare nga plani i rritjes që janë të miratuara, tashmë ato presin të hyjnë në fuqi, dhe ka qeveri edhe ka kuvend, por ne rrezikojmë të mbesim pa president në kuptimin fuqi plot pas datës 4 prill, edhe pse autorizimet e një ushtruesi detyrës janë të njëjta, por nuk jemi në rrethonat kur ne si vend të mbesim pa një president që i merr votat e kuvendit të gjithë deputetëve të kuvendit të Kosovës. Në ndërkohë, në lidhje me atë se çka do duhet, cili do duhet të ishte debati përmbajtësor që partitë politike do duhet të kërkonin në raport me emrat e tyre, unë po i veçoj disa prej këtyre. Një kandidat për president do duhet kishte integritet moral të pakontestueshëm,
duhet me qenë një figurë e pastërt, që nuk ka afere dhe përdëshime në korupcion, pavarësi reale nga partitë politike, pavarësisht pse dim se deputetët e votojnë atë president, ndërkohë respekt të palëkundur për kushtetutën, kur po themi këtu ne kemi rastin kur një seancë e tërë është shpallur në kundërshtim me kushtetutën për shkak të përdorimit të procedurave të përshpejtuara dhe të ligjeve të caktuara që janë shpallur në kundërshtim me kushtetutën, por presidenti aktuale nuk ka vepruar t'i kthej ligjet në drejtim të kuvendit. Ne do duhet të kishim një president që kur miratohet një ligj pavarësisht që nuk dërgohet nga deputetët në gjykatën kushtetuese, sikurse që ka qenë ligji për pagat në sektorin publik, ligji për ndarjet në ndarjet buxhetore në vitin 2023 kur janë cenu të hyrat vetanake nga komunat, presidentja do duhet të ndërhynte në mënyrë që ta kthente ligjin, dhe jo të kthente vetëm 2 ligje, sepse nuk kanë qenë 2 ligje, ta them ligji për agjencinë për racionalizimin e agjencive të pavarura, kur Agjencia për Ndihmë Juridike falas ka hyrë në kodrat e Ministrisë së Drejtësisë. Ne kemi kërkuar nga avokati i popullit që ndërhyj, ai nuk ka ndërhyr, po është dashur që presidenti të ndërhyjë dhe të njëjtë ligj t'ia kthej kuvendit në mënyrë që t'i adresojë edhe komentet e tona si IKD, po edhe të ekspertëve edhe të organizatave të tjera që një racionalizim i tillë të mos ndodhë. Domethënë, një president që e respekton kushtetutën, por që e respekton efektivisht. Në anën tjetër, pastaj edhe përvojë institucionale, kredibilitet ndërkombëtar, qëndrimi i qartë kundër korrupsionit dhe kapjes së shtetit. Tek korrupsioni, një president do duhet që të ishte i qartë. Kemi parë rastin Martin Berishajt, kemi parë rastin kur kryeministri Kurti tregon dhe flet në emën të saj për kryeprokurorin e shtetit. Ajo do duhet të distancohej në rastin aktual. Nuk mundet kryeministri të deklarohet në seancë plenare dhe të thotë se ky kryeprokuror emën me mbiemën nuk bën për mua, për kryetarin e kuvendit dhe për presidentin. Në këtë rastin aktual do duhet të distancohej, pavarësisht se zonja presidente ka pasur një veprim procedural ku nuk e ka dekretuar zotin Isuaj për kryeprokuror, por në rastin aktual ajo do duhet të distancohej që ajo nuk është deklarimi i saj, nuk është në emën të saj, sepse nuk është subjektive çështja, por është çështje objektive. Dhe guxim institucional në momente të krizës. Ne kemi parë disa shkëndije të zonjës Osmani në raport me Bashkinë Ndërkombëtare, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ato nuk kanë qenë, si më thonë, disi shumë të qarta, të cilat kishin me e qa këtë kundërshtin e zotit Kurti në raport me veprimet në veri. Ajo më shumë ka pasur qasje ta them që e ka lehtësu edhe e ka zbut pezmen se sa ka ndërhy në mënyrë që të jetë dallimi në mes të punët. Ato janë vrejtur 2 vitet e fundit, veçanërisht në seancën kur ajo ka folur në adresimin vjetor, por ajo ka qenë e vogël dhe ka qenë i vënshëm ai reagim. Dhe më pasaj u zhdukur sikur pezëm ndaj Kurtit se sa ndaj ndonjë çështje objektive e saj. Me këto kritere, zonja Osmani e përjashtut? Me këto kritere, është vështirë të gjendet ndonjë kandidat dhe për këtë arsye po e përsëris. Përveç zonjës Osmani se s'pi plotësoj këto kritere, që nga vështirë edhe tjertë me i plotësu? Është kogja vështirë sepse duhet një president që është unifikues. A ka tillë mesin e shtetarëve të Republikës së Kosovës? Cilat datë zgjedhjeve në Kosovë, edhe ato nacionale, edhe ato lokale, edhe këto nacionale të fundit. Po i dha argumentet mjaftueshëm, a ka persona që i plotësojnë këto kritere në Kosovë? Po do duhet partitë politike është dashur që prej datës 11 të shkurt kur ka pasur institucione në Kuvendi i Kosovës dhe qeveria, 20 ditë rresht të debatojnë. Është nisur javën e fundit. Unë po them, hajde ta zëm 3 palë zgjedhje që mbajnë në Kosovë. Një nacionale, një lokale, edhe një tjetër nacionale së fundi, a janë caktuar si kërkesë edhe si propozim e opozitës? Asnjëra.